Mirësitë e leximit të sures El Mulk. Janë transmetuar shumë hadithe nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe imamët, në lidhje me mirësitë e leximit të kësaj sureje. Transmetohet nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: ai që e lexon suren El Mulk, ngjason me atë që ka qëndruar zgjuar natën e Kadrit, dhe do të dëshiroja që surja El Mulk të ishte në zemrën e të gjithë besimtarëve. Në një hadith të transmetuar nga Imam Muhammed Bakir, paqja qoftë mbi të, thuhet: surja El Mulk është surja e ndalimit, pra është surja që parandalon nga dënimet e varrit. Kjo sure është përmendur edhe në Teurat me po këtë emër. Ai që e lexon këtë sure gjatë natës shumë herë dhe bukur, nuk do të konsiderohet prej të pavetdijshmëve. Në lidhje me këtë çështje ekzistojnë shumë hadithe. Sigurisht të gjitha këto dobi të mëdha nuk nënkuptojnë leximin e pashoqëruar me meditim, leximin pa reflektimin dhe pa praktikim. Leximi i saj nënkupton edhe shoqërimin me meditim, reflektim dhe veprim, ku konkretizohet ajo që thot surja.